Në disa orë transmetime sa emisione janë bërë në për televizionet shqiptare si ka marrëdhëniet Veliaj me Ramën, dhe në vend që të merreshim si po punon Veliaj dhe si po punon Rama, ne merreshim a janë zënë këta me njëri tjetrin. Zoti Veliaj nuk është kryetari vetëm i bashkisë në Shqipëri që ka probleme aktualisht. Ka patur kryetar bashkie të tjerë që janë arrestuar, janë dënuar, janë shkarkuar dhe nuk kanë mbetur në kujtesë. Thjesht janë larguar. Rasti Veliajt është i veçantë, jo për shkak të detyrës administrative, po për shkak të asaj çfarë Veliaj përfaqësonte politikisht në Partinë Socialiste. Ne tashmë dimë që në partitë shqiptare nuk ka një numër dysh, është kryetari, mund të ketë formalisht një sekretar të përgjithshëm në nën kryetar, por që janë ata që e tillë ishte edhe situata edhe në Partinë Socialiste, nuk ka një nën kryetar në Partinë Socialiste, por në perceptimin publik të gjithë shikonim Veliajin si numrin dysh të mundshëm, si pasuesin e mundshëm. Çështja ishte kur do iki Rama që të lirohet vendi që tulet Veliaj, qoftë në karrigën e kryetarit partisë, qoftë në karrigën e kryeministrit, pasi zyra e kryetarit bashkisë së Tiranës ka qenë gjithmonë, dhe është menduar si një trampolin për të ngjitur më lart. Dhe pas kryetarit bashkisë së Tiranës më lart është vetëm kryeministri. Veliaj nuk e kishte fshehur këtë lloj entuziazmi, le të themi, ishte një punëtor i madh politik, nuk i kishin munguar rezultatet, drejtonte politikisht qarkun më të madh të vendit, Tiranën me bashkitë që përfshinte ky qark, si në zgjedhjet vendore ashtu edhe në zgjedhjet përgjithshme, kishte demonstruar atë angazhimin e madh me rezultate që vinin dhe që dihen, kështu që në një farë mënyrë e kishte siguruar këtë lloj statusi. Padyshim, kjo, për shkak të kësaj që unë thash pak më parë, të kësaj cmire që gjithkush mendon që froni është i imi, partia është e imja, qeveria është e imja dhe s'kush tjetër nuk jo ta guxoj, pas ta mendoj, s'duhet të shkoj ndërmend. Kishte rënë në sy dhe marrëdhëniet mes Veliajit dhe Ramës ishin shndruar si ato telenovelat turke. Dhe në një farë mënyre mediat ishin shndruar në ato, ke parasysh historitë roz që gjymojnë këto portalet, filani me filankën janë ndarë, sepse ata nuk ndiqen më në Instagram, ky ka bërë like, ky nuk i ka bërë like, ky ka fshirë fotot e kësaj që do të thotë që kjo me këtë është zënë, sepse kjo është parë me këtë tjetrin këtu. Në këtë lloj historie ishte shndruar dhe marrëdhënia e Veliajs me Ramën. Ishte një marrëdhënie ngrohje ftohje, por që dëshmonte atë konfliktin e brendshëm. Duhet kuptojmë një gjë, nëse në Shqipëri do të kishte demokraci reale në partitë politike, marrëdhënia Rama-Veliaj do të ishte gjëja më normale në një parti politike. Por ne të mësuar me faktin që askush nuk duhet të mendojë të zëj vendin liderit, kjo shndrohet pastaj në atë telenovelën, kupton? Disa orë transmetime sa emisione janë bërë në për televizionet shqiptare si ka marrëdhëniet Veliaj me Ramën, dhe në vend që të merreshim si po punon Veliaj dhe si po punon Rama, ne merreshim a janë zënë këta me njëri tjetrin, a flasin këta me njëri tjetrin, a komunikojnë, çfarë i tha ky, çfarë mesazhi përcolli ky me këtë që tha, çfarë tha Rama që i hodhi me një spond këtë fjalinë këtij e kështu me radhë. Pra